Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, po takohemi sërish bashkë në një edicion të ri të emisionit Frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë me lidhje direkte dhe me mysafir në studio. Vëmendja dhe fokusi do të jetë në Hagu, atje ku liderët ish udhëheqësit e luftës së ushtrisë lindore të Kosovës kanë dhënë deklaratat përmbyllëse. Për këtë arsye do ta kemi një lidhje direkte me gazetarin tonë Çlirimtar Murina, i cili ndodhet atje dhe ka përcjellur këtë proces. E po ashtu një lidhje tjetër direkte do ta kemi edhe me njërin prej atyre, prej familjarëve i cili ka qëndruar në vendin ku qëndrojnë familjarët, mirë po edhe gazetarët, dhe i ndonë vetëm një gjam në mes atyre që akuzohen dhe musafirëve të cilët janë në pjesën tjetër të sallës ku mbahet procesi gjyqësor. Ka pasur emocione në momentin kur janë dëgjuar deklaratat përfundimtare, ka pasur emocione të mëdha edhe kur është deklaruar Jakub Krasniqi, një akuzuar në moshën 75 vjeçare. Ai ka thënë se po i ka lënë pra 16 vjetët e tij në burg, fillimisht 10 vjet në burgjet e Serbisë, më pas edhe në Hag. Sigurisht se deklaratat e tij, por edhe të tjerëve kanë ngjallur emocione të shumta në sallë, dhe për këtë arsye në pjesën e dytë të emisionit Frontal do realizojmë një lidhje me nipin e Jakub Krasniqit, Dardan Krasniqi. Kurse në studio emisionit Frontal për të gjithë ato se çfarë ka ndodhur këto ditë në Hagë për procesin që po shkon drejt fundit, të mirë po edhe koha që ju duhet gjykatës, pra trupit gjykues për të vendosur përfundimisht. Me mua në pjesën e tretë të emisionit Frontal do të jetë Hasan Shala, ish kryetari i gjykatës së apelit, e bashkë me të edhe ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktivistit politik Dardan Krasniqi. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se që thash titujt kryesor. Ish kryetar që ka thënë fjalën e fundit në gjykimin ndaj tyre, fazën përmbyllëse përcillen edhe familjarët. Thotë se vërteta vetëm është pafajësia e tij. Veseli deklaron se asnjë provë nuk ka kundër tij, edhe Selimi Krasniqi mohojnë akuzat. Gjykimi për sulmin terrorist në Banjë deklarohet dëshmitari që po qëndronte në hotel, thotë se po njerëz të uniformuar që po lëviznin. Në nisjet e Ramazanit Tërnava i ron besimtarët, thotë se dashuria për fen dhe dheun e plotson njëra tjetrën. Emisionin Frontal e nisim pikërisht me zhvillimet e fundit në Hagë, atje ku sot kanë përfunduar dëshminë e tyre ish kryetarët të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dëshmimi i parë ka filluar ish udhëheqësi politik ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish presidenti i Republikës së Kosovës, ish kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi. Ndër të tjera ai ka thënë: "Bëra atë që do ta bënte secili. Për këtë jam shumë krenar dhe nuk i bie peshman asnjëherë. Prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit në Kosovë. Është plotësisht e pavërtetë, absurde dhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për lirinë e vendit. Është ofendim për viktimat e pafajshme të vrarë gjatë masakrave në Kosovë. Është ofendim dhe pa drejt edhe për përpjekjet e NATO-s me të cilat unë bashkëpunova ngushtë", ka thënë ndër të tjera Hashim Thaçi. Në 17 shkurt 2008, duke ndjerë rrahjet e zemrat e stërgjyshërve tanë, shpallën Kosovën shtet e pavarur dhe sovrane demokratik. Duke cituar deklaratën e pavarësisë, nisi fjalën përfundimtare pranë dhomave të specializuara. Pasurimit të 18 vjetorit të shtetësisë, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i tha trupit gjykues se ekziston vetëm një vërtet në këtë gjykim. Ju keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por ai tha se nuk mund të qëndronte indiferent ndaj masakrave që po kryheshin ndaj popullit në Kosovë. Vendosa të kthehem në Kosovë. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj do të përjetonte aq që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Për Hashim Thaçi është ofenduese akuza e prokurorisë, të cilët pretendojnë se synim ishte kontrolli i Kosovës. Kjo pasi fakti që ky është ende gjallë, thotë se është krejtësisht fat. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë
e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontrol në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Siç tha ai, kundërshtari vetëm i popullit të Kosovës ishte kriminali Slobodan Milošević, të cilin prokuroria po e lartëson. Kjo prokurori lartëson në qiell dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Slobodan Miloševićit. Kështu, ajo i njërën edhe vetë të vërtetën. Tha që para trupit gjykues deklaroi se shpreson që koha do ta dëshmojë se kritikët ndaj tij në Kosovë e kishin gabim rreth speciales. Kritikët thonë se kjo gjykatë synon kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe idenë e pavarësisë. Këtë nuk i kam besuar në atë kohë kur e votuam, por uroj sinqerisht që koha të dëshmoj që unë kisha të drejtë e kritikët e kishin gabim. Në fund ish drejtori politik i UÇK-s i tha trupit gjykues se pafajësia është i vetmi verdikt i drejtë për të. Që vendimi uhet të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës, ligjet, provat dhe faktet. Dhe provat e paraqitura e bën shumë të qartë se akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj, i vetmi vendimi i drejtë është pafajësia e plotë. E me pas se dëshminë e tij e ka përfunduar ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Jeta ime kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte në liri. Prandaj u ktheva në Kosovë. Jo si ushtar i trajnuar, por si student. Qëndroj këtu me bindje dhe me besim se vërteta nuk ka arsye të ketë frikë nga drejtësia, dhe se drejtësia mund të vonohet, por nuk mund të mohohet kurrë. Kam jetuar me këtë bindje, e di kush jam, e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë, ka thënë Kadri Veseli. Kam besuar se vujtjet do të merrnin fund dhe se drejtësia do të vinte edhe nëse më bonesë. Me këtë deklarat e nisi fjalën përfundimtare pranë dhomave të specializuara të Kosovës në Hak. Ish kryeparlamentari i Kosovës Kadri Veseli u paraqit i prerë para trupit gjykues, duke mbrojtur, siç tha, kauzën e popullit të tij për liri dhe dinjitet. Sipas tij kishte një arsye pse u bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare. Nuk mund të qëndroj indiferent, ndërsa populli im po përballej me shkatërrim. Për mua jeta kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte në liri. Prandaj jam këtu në Kosovë. Jo si ushtar i trajnuar, por si një individ ende në studime. Për ish shefin e shërbimit informativ të Kosovës, gjykata nuk ka asnjë provë që dëshmon se ai ka kryer ndonjë krim. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Në fjalën e të mërkurës, ai rikujtoi periudhën e luftës në Kosovë, duke përmendur masakrën e Likošanit dhe flijimin e familjes Qashari në Prekas. Në fillim të vitit 1998, unë isha në Universitetin e Friburgut në Zvicër, ku ndodhi masakra e Likošanit. Ishte një tragjedi e rëndë dhe mizori që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë në Kosovë. Tragedia në Prekas me 5, 6, 7 mars 1998 nuk ka qenë një akt i izoluar, por vazhdim i masakrave të kryera prej forcave serbe. Në përmbyllje të fjalimit, Veseli pati një mesazh për qytetarët. Urime pavarësia, ta gëzoni qytetarët e Republikës Kosovës lirin. Zoti e ndihmoft Kosovën dhe njerëzit e saj të mirë. E pas Kadri Veselit, fjalën përfundimtare ka dhënë edhe ish zëdhënësi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi. Ai ka thënë se zëri im ka qëndruar për lirinë, kam bërë atë që besoj se kërkonte fisnikëria njerëzore. Nëse dashuria për lirinë gjykohet si krem, atëherë vetë historia do të dënohet, ka thënë ndër të tjera Jakub Krasniqi. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar. Me kollare kuqezi e shqiponjën dy krenare u paraqit edhe në seancën e fundit të gjyqit ndaj tij. Ish zëdhënësi i UÇK-s i dha zë edhe një herë luftës së drejtë ku i drejtua trupit gjykues. Hashim tha që Recep Selimi u kthyen me trup ka Jakub Krasniqi për të dëgjuar fjalët e fundit në këtë çështje gjyqësore. Sot ndodhem në vitin tim
të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël, është diçka e madhe. Fjalët e ishte burgosit politik për lotën të gjithë në publik e më së shumti djalin e tij, Altinin, të cilit kur ajo jepte kryediplomati i Kosovës, Glau Konjuca, që ishte i ulur ngjitur me të. Këto reagime që nuk u pan nga publiku jashtësallë nuk mund të shikonte as Krasniqi, i cili ishte i fokusuar tek fjalimi. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminal që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Nëse në këtë gjykat ka mbetur pak drejtësia, ku Krasniqi beson se do të shpallet i pafajshëm. Akuzat e prokurorisë kundër nesh dhe UÇK-s janë ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan disa luftra në gjithë Federatën Jugoslave brenda një dekade të vetme. Nuk besoj se kjo akuzë i shërben ndonjë drejtësie, e sidomos jo drejtësisë që shoqëritë demokratike pretendojnë ta mbrojnë. Drejtësia nuk mund të ndërtohet mbi gjuhën e ish shtypsve. Ajo duhet të qëndrojë mbi prova të besueshme dhe mbi të vërtetën. Padrejtësia e këtij rasti është e shkruar në vetë akt akuza. Në fund të gjykimit, Krasniqi e të tjerët i përshëndetën ngrohtësisht e të buzëqeshur të praneshmit në galeri. Përshëndetje në ngrohtë të Jakub Krasniqit e ndjeu edhe nipi i tij Dardan Krasniqi, i cili ka qëndruar në sallën e gjyqit ku po vazhdon procesi gjyqësor ndaj xhaxhait të tij, ish zëdhënësit të ushtrisë kombëtare të Kosovës, mirë po edhe udhëheqësve të tjerë të UÇK-s. Dardanin e kam në lidhje direkte. Përshëndetje Dardan. Përshëndetje Arsen. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal nga Haga për të na përcjellur sigurisht edhe ato emocione, duke pas parasysh që fjalimi Jakub Krasniqi po dhe të tjerëve ishte posjerash edhe emocional. Si ka qenë për ju si nep e Bacit Jakub pra ta dëgjoni fjalimin e tij përmbyllës? Faleminderit Arsen edhe një herë për këtë angazhimin dhe punën e palëshme që e keni bërë këtë ditë dhe vazhdimsinë në përcjelljen e këtij procesit. Siç edhe kemi prit edhe thatë edhe jo, është prit kjo pjesa e fjalës përmbyllës nga ana e 4 personave atje që po gjykojnë tash sa vite, protagonist kryesor këtij procesi, është prit që do të jetë pak më emocionale se ky proces i zakonshëm. Vërtet shprehë secili fjalim i tyre emocion të veçantë, përmes atyre fjalimeve të shkurtër secilit nga ta u pasqyrua disi komplet historia jo, komplet vujtjet e popullit ton, komplet angazhimi i popullit ton u shprehen në mënyrë tepër emocionale, domethënia e lirisë, domethënia angazhimi i tyre, viktimat, lufta, heronjtë e Kosovës, thjesht ishte një emocion që jo vetëm të ne si familjarë, por të gjithë pjesëmarrësit zgjoi një emocion të veçantë. Në tërkuar e pamje, derisa po flasë me ju, është duke shfaqur Jakub Krasniqi, pra me atë kollarën e famshme, kollarën me ngjyra QQZ dhe me simbolin flamurit kombëtar Shqiponin. Cila është lidhja që ka Jakub Krasniqi me simbolit shtetërore, me Shqiponin, me flamurin QQZ? Po vetë rrugtimi Jakub Krasniqi në fillet e tij të jetës së hershme ka qenë simboli kombëtar, respektivisht e drejta kombit shqiptar dhe angazhimi i tij për
ruajtur këtë identitet shenjt. Edhe sot është manifestim i krejt vrimtarisë së tina, është manifestim i angazhimit të tij të krejt jetës së tij në ruajtjen dhe avancimin e identitetit tonë kombëtar shqiptar. Dhe ky është mesazhi sipas gjykimit tonë i asaj kollare. Se NEP, po më intereson se NEP e Bacet Jakub, pra qysh është ajo ndjenja kur e sheh Bacet Jakub, ti nuk e di atëherë ke qenë shumë i vogël kur Bacet Jakub ka dalë nga burgu, nga burgjet të Serbisë, tash kur e sheh në përballje tjetër. Qysh është ajo ndjenja për ty, për familjen e Jakub Krasniqit? Edhe me meq, edhe familjarisht shpesh e kemi diskutuar. Po, është vërtet në vitin 91 kur është dal nga burgu Bacet Jakub për herë të parë në burgun Jugosllav, unë kam qenë i ri atëherë shumë, më mbaj mend, mirë po kam qenë i ri, nuk kam ditë ta gjykoj kaq thellë. E vërteta është pas këtyre viteve, sidomos në moshën e Bacet Jakub, në moshën 75 vjeçare, tash është prapë në një gjykatore dhe ku tentohet të hudhet balë, të cenohet ajo e shenjta e angazhimit të tij, nuk ishte lehtë, ishte edhe emocionuese, po në njëjtën kohë ishte pak edhe fyse, nëse mund ta themi kështu. Kjo natyrisht që zgjedh emocione të veçantë. Nuk është Jakub Krasniqi dhe asnjëri nga ata figura që do duhet të ishin në ato salla dhe në ato karrige tash në 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe 26 vjetorin e lirisë së Kosovës. Mirë po, s'ke që bën, kjo është proces që ka ndodhur tashme, po urojmë që të jetë në fund. E kam në fund të fjalimit të tij, Jakub Krasniqi ju përshëndeti juve, ndonë se ju ndohni me xhama me këtë pjesën e sallës, por a rritet të komunikoni qoftë edhe përmes shikime dhe për forma tjera me Jakubin për ta kuptuar pra edhe gjendjen e tij dhe emocionale, mirë po edhe shpresën në lirinë e tij? Arsim, është interesant që sot edhe në fjalimet për mbajtësore të tyre, disi e komplementuan dhe e pasuruan secilin fjalimin e tyre diçka të veçantë, po edhe nga pamja fizike që shihet, natyrisht ne patëm edhe kontakt vizual me ta, edhe me Bacin Jakub, na përshëndetin apo nga poshtë, shihej një disponim i mirë dhe një entuziazëm i mirë i një fundit mirë. Po, jemi përshëndetur nga distanca, të premten kismet do ta shohim edhe fizikisht, kemi edhe termin të rregull të vizitës me ta, ku do ta vazhdojmë edhe këtë pjesën që sot e bëm vetëm përmes aspektit vizual. Thatë që keni qenë fëmijë kur keni prit lirimin e Jakub Krasniqit në vitin 1991, a shpresoni që tash si i rritur do ta pritni shumë shpejt lirimin e Bacit Jakub? Nuk i dashur që mbas gjithë këtyre viteve të ripërsëritin diçka e tillë, mirë. Siç duket, kemi disa telashe teknike, por e falenderoj Dardanin për këtë paraqitje dhe emocionet që na i solli edhe në emisionin frontal, emocionet të cilat e kanë përcjellur familjen e Jakub Krasniqit, mirë po edhe të tjerët të cilët nga afër kanë qëndruar dhe kanë përcjellur seancën përfundimtare, pra deklaratat përmbyllëse. Deklaratën përmbyllëse e ka dhënë edhe 10 ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Recep Selimi. Kur Serbia dhe Miloševiqi vresnin bashkëmoshatarët e mi, helmonin nxënës dhe student, i largonin prindrit tanë nga puna, mbyllin shkolla e spitale, na ndeshnin për të na vrarë dhe zbatonin pastrimet ne ke gjenocid, çfarë duhet të bëni ne? Të mos reagonim, ka pyetur Recep Selimi. Me të marrë fjalën ju drejtua familjarëve në sallë e qytetarëve përtej ekranit. Njëri t'i përshëndes familjen dhe miqtë e mi lartë në galeri, si dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Për herë të tretë dhe duke shpresuar se fundit, 10 shiu QK-s Recep Selimi u ngrit për të folur pranë dhomave të specializuara të Kosovës. Dhe i tha trupit gjykues se ato çka pretendon prokuroria janë tërësisht të pavërteta. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jon ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Selimi citoi generalin Clark, i cili kishte thënë se Miloševiqi donte të vriste të gjithë shqiptarët. Prandaj tha se është nder i madh për të qenurit një ndër themeluesit e UÇK-s. Serbia kur nuk e fshehu qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Prandaj pyes sërish. Çfarë duhej të bënim ne? Ta prisnim radhën për të vrarë apo të iknim nga vendi dhe shtëpitë tona? Asnjërin dhe as tjetrën. Prandaj duhet të rezistonim. Sipas shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes, prokuroria po synon ta barazoj luftën me shtetin vrasës të Serbisë. Ta barazosh rezistencën e një populli të shtypur me një plan kriminal, do të thotë ta vendosësh në të njëjtin nivel
rezistencën e të shtypurit me projektin e shtypësit. Ky parazim nuk është vetëm i pasakt, po thellësisht i padrejtë. Në fund shtoi se mbetet optimist për një verdikt të drejtë të trupit gjykues. Pas gjithë asaj që dëgjuam nga palët gjatë këtyre viteve, kërkesa ime është e thjeshtë. Që vendimi të mbështetet vetëm në ato që është provuar, jo në ato që është sugjeruar. Në fakte, e jo në hamendje. Në ligje, e jo në përshtypje. Jam besim plot se drejtësia, dhe vetëm drejtësia, do të na kthej na dhe neve që jemi këtu të akuzuar. Deklaratat përmbyllëse të krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës i kanë ndjekur nga afër edhe ministri i punëve të jashtme i Republikës së Kosovës, Gleu Konjuca, i cili para se të fillojë kjo seancë ka deklaruar se lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës ishte luftë e pastër dhe e drejtë. Me vetura sillen në garazhin e gjykatës speciale. Brenda automjeteve ndodhen i shkrerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po vinë herët në mëngjes në seancën e fundit të fazës finale në gjyqin ndaj tyre. Dyert mbyllen kurse në ambientet e jashtme të dhomave të specializuara nis grumbullimi i familjarëve që do jenë brenda sallës së gjyqit. Bashkëshortja e Kadri Veselit, e shoqëruar me djalën e saj, nuk deklarohet. Zonja Veseli a bën një deklaratë para fillimit? Por një qëndrim e dha Shqipe Selimi, bashkëshortja e Recep Selimit. Kjo gjykat ka qenë e padrejtë që prej fillimit, e padrejtë që është themelu, e padrejtë që është votu në Kosovë, dhe padrejtësisht po e gjykon Kosovën dhe luftën tonë. Ne si ushtar qëndrojmë ballë hapur sepse kemi bërë luftë çlirimtare, dhe për këtë jam shumë e bindur se edhe gjykatësit do ta shohin këtë të drejtë. Si asnjëherë më parë, kësaj radhe edhe përfaqësues të lartë të Shtetit të Kosovës erdhën në gjykatore. Përveç ambasadorit në Hag, bashkë më të ishte edhe ministri i jashtëm Gleu Konjuca që akuzoi specialen për shkeljen e të drejtave të akuzuarve. Këtyre njerëzve tashmë ata kanë marrë një ndëshkim të padrejtë, sepse procesi zgjati aq shumë, saqë unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njeriut, e cila mbrohet edhe me Konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, por edhe me kushtetutën tonë. Ai mbrojti luftën e pastër të UÇK-s dhe mohoi tërësisht pretendimet të zyrës së prokurorit të specializuar. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër, targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq. Pas fjalimit, Konjuca u përshëndet me kryetarin e veteranëve të luftës Hysnik Gucatin para se të hyjë brenda që ta përcjell gjykimin. Se si ka shkuar ky proces gjyqësor që nga fillimi, çfarë pritet të ndodhë, cilat janë argumentet e prokurorisë dhe cilat janë argumentet e mbrojtjes, do të diskutojmë me të ftuarit tim, zotin Hasan Shala, ish kryetari i gjykatës së apelit, zoti Shala mirëserdhë. Mirësëgjetë. E po ashtu edhe ish ushtari në ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zotin Dardan Krasniqi. Dardan mirëserdhë. Mirësëgjetë. Simbolin e UÇK-s nuk e largon kurrë. Po UÇK-ja është ajo për cilin ne jemi rrit, po vazhdojmë edhe do të vdesimi të mbuluar me këtë simbol, ashtu siç i kemi varrosur shokët tonë në luftë, ashtu siç historia jonë ka lavdi, ka krenari dhe bart, këto tri shkronja për të cilat secili në këtë vend ka hisën e vet, dhe secili patjetër që ka historinë e vet në këtë emblem edhe në këtë simbol që për mua është i pavdekshëm edhe e mbaj me krenari.
jam munduar mos më përbalt asnjëherë, shpresoj që të kurim. Dita shke arrit, kështu që... Shpresoj që të vdesimi edhe ta përmbyllim jetën, ashtu siç na pret gjithëve një gur mbi varr, pa e korritur, sot jemi gjallë në këtë tokë, në këtë dhej. Ndërkohë UÇK-n janë duke mbrojtur edhe ata që kanë udhëhequr luftën në ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po shkojmë deri fundit të një procesi gjyqësor, ju kanë ftuar ju edhe si ish gjykatës, si shkrytar gjykatës apelit, për të analizuar, sepse na her pas here ndoshta edhe po rrëmbejmë nga emocionet dhe po e dëgjojmë dhe po e shohim vetëm ato që na kemi dëshirë. Po i pyes juve si profesionist, çfarë pritet të ndodhë në fund të këtij procesit, të pas parasysh gjithë ato që janë prezantuar si fakte të prokurorisë, të cilat më pas mund të shërbejnë ose ju trupit gjykues. Të me thonë drejtën, këta gjyqtarë, të cilën e kanë rastin që ne kemi vlerësu dhe gjatë punës tyne 5 vjeqare, kanë qenë edhe në Kosovë, kanë qenë që gjyqtarë shumicën e tyne dhe i kam njoftë, mirë po të marë parasysh çfarë punë kanë bërë këtu, çfarë presim atje, nuk muj me parashiku se këta janë pa parashikushëm, nga se këta gjyqtarë kanë dallim shumë të madh prej gjyqtarëve cilët janë gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Këtu është një dallim i madh. Në çfarë kuptimi dallim? Profesional. 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 Këta janë larg më dopt. Prandaj këta kollaj edhe dirigjohen nga jashtë, kollaj edhe i zbatojnë rrugët politik. Prandaj për mua është shumë vështirë me parashikuar çka do të ndodhë. Sikur unë tisha qenë gjyqtar dhe me vlerësu provat, atëherë tjetër çështje, për shkak se çka kam përcjellur deri tani, nuk kam vërejt se asnjëri prej tyre individualisht është i lidhur me krimin. Asnjë provë nuk e kam pa, edhe prokuroria nuk ka mujt me argumentu se këta janë të lidhur individualisht me krimin. Këtu marr parasysh se edhe përgjegjësia penale është individuale. Mirë, po meqenëse se këta edhe e kanë janë thirrur në ato se qëllimi përbashkë. Po si qëllim përbashkë kanë kryer vepra penale, as këtë çështje s'kan mujt. Derisa gjykata Hagës ndërkombëtare, kur e kishte gjykuar Ramush Haradinin, nuk e gjykoi, po e liroi. Edhe aty vërtetoi se nuk ka pas lidhje vertikale komanduese. E tash si mund të ketë shtabi, këta gjithë kanë qenë po më duket të ndarë shtabit. Paravarësisht gjithë. Si ka mujt shtabi atë kur s'ka pas lidhje as zona, e duka gjinit për shembull me një fshat, komandanti i zonës duket s'ka pas drejt për drejt lidhje komanduese me një fshat ose vetë. Prandaj këtu është ajo problemi që unë mendoj se nëse ka drejtësi, nëse vlerësohet, sikur të kishin qenë ata gjyqtarët, si po them të gjykatës ndërkombëtare të Hagës, unë besoj që këta ishin liru. Mirë, po këta janë pa parashikueshëm. Kemi pa edhe këtu shpesh që kanë ndodhur, që kanë folur për UÇK, kanë folur fjalë më të ndytat, në kur i kanë përgjuar edhe me internetat e këtu. Vërtet, është pa parashikueshëm, kështu që unë shpresoj, kam besim plot, nëse ka drejtësi këta duhet lirohen. Edhe tu marr parasysh edhe provat, cilat kanë marrë një pjesë shumë të madhe nga Serbia, cilat sipas mendimin tim ato duhet veçohen dhe nuk duhet vlerësohen. Tu marr parasysh se shumë dëshmitar kanë qenë edhe të përgatitur me dhënë dëshmi. Atëherë këto bjen që ka qenë një procedurë që edhe kur ngrit akuza, ngrit mas 2 vjetë, të na parashihet parafërsisht, jo po 2 vjetë, mas 2 vjetë nuk mund ngritet akuza, vetëm nëse e lejon gjykata. Kështu që ka pas shkelje sa të dush, shkelje lirit dhe drejtërit. Këta kanë qenë përgjumë 24 orë. Në për gjithë ato objekte ku kanë qenë tu e vujt paraburgimin aty, këta kanë qenë përgjumë. Ata në ato janë shkelje lirit dhe drejtërit njeriut. E unë po besoj nëse dikush ka mundësi me dërgu, edhe në gjykatën e Strasburgit të du të binë krejtë. Nuk e dim, Kosova ende nuk mund të ta bëjë. Po nëse ka mundësi sikur ky Nasimi që e voni për. Nasimi si shteta si suedise ka bërë. Tash nuk e di edhe këta diçka kanë. Besoj. Po, të shumë, por fillimisht do shkojmë edhe një herë në Hagë, atje ndodhet kolegu im, gazetari i televizionit të shtatë, Çlirimtar Morina, i cili ka përcjellur që nga fillimi këtë proces gjyqësor, çlirimtari ndodhet në Hagë dhe do të na tregoj pak edhe për atë pjesën e padukshme të këtij procesi gjyqësor, po flas për ditën e sotme kur krerët e UÇK-s kanë dhënë deklaratat përfundimtare, mirë po përpas këtyre deklaratave që kanë qenë përmbajtësor dhe emocionale, emocione ka pasur edhe në sallën ku kanë qenë edhe gazetarët mirë, po edhe familjarët e atyre që po
akuzuan. Përshëndetje shërimtar, dhe na tregot lutem atë pjesën e padukshme të kësaj seance që është mbajtur sot. Përshëndetje për ju, vazhdim në fakt po lajmërohem nga Amsterdami, nga aeroporti i Amsterdamit këtu, pasi që në orën 8 kemi fluturimimin për në Vjenë më pas nga Vjena në Prishtinë dhe por ajo çfarë ka ndodhur në këtë seancë në fund, në këtë fjalët e fundit të shkrimeve të ushtrisë qendrore të Kosovës, po që nga fillimi deri në fund mund ta quaj se mund ta përshkruaj si me ndjenje të përzira, pasi që kishte raste kur kishte disponim tek familjarë, mirë por edhe tek shkrimeve të ushtrisë qendrore të Kosovës, ku më së shumti nga ata ishte Recep Selimi, ai i cili bënte përshëndetje her pas hershme familjarët e tij, tek publiku i cili ishin duke përcjellur seancën tek galeria, ku është aty mbi kokat e tyre, nëse mund ta quaj ashtu, ndek gjykatorja Hagës, pra njëherë i përshëndetje me simbolin e zemrës gruan e tij, e cila mori pjesë për herë të parë gjatë kësaj jave në gjykatore, ndërsa edhe me simbolin e shqiponjes në dy herë, herën e parë kur u hap pra seanca para se të hynte trupi gjykues dhe në herën e fundit po krejt në fund kur para se të ulën ato perde tek publiku, po e bëri edhe një herë simbolin e shqiponjes duke treguar edhe atë përmbajtje më mirë të themi atë fjalimit të tij mjaft të fuqishëm, qoftë Recep Selimi, mirë po edhe freshja tjetër, secili prej tyre një fjalim jashtëzakonisht krenar dhe emocional, qoftë për gjithë qytetarët e Kosovës, por më së shumti edhe për pjesat ku ishim ne duke qëndruar tek publiku, pasi që kishte edhe lot tek qytetarët, tek familjarët, të disa pjesë të gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur për këtë seancë, ishte djalja Jakub Krasniqit, ishte deputeti PDK-s Altin Krasniqi, i cili në një moment gjatë kohës Jakub Krasniqi po fliste, po jepte fjalën e tij të fundit, e mbërthyen emocionin dhe ishte Vlau Konjuca, kryediplomati i Kosovës, ai i cili jepte kuraj, qëndronte pas i pranë pasi që ishte ngjitur me të, si edhe vëllaja Hashim Thaçi, të cilët ishte në mesin e këtyre dyve dhe munduheshin që sadopak pra që ta kalojnë edhe këtë provë të fundit, nëse mund ta quajmë para shpalljes së gjykimit, i cili do të jetë muajve në vijim. Emocione të përzira kishin edhe familjarët e tjerë, gruaja Katrëveselit dhe djali i Katrëveselit, dhe fillimisht kur Katrëveseli filloi ta jepte fjalën e tij përfundimtare, nuk e pa të aktivizuar mikrofonin dhe aty filloi disa buzëqeshje, disa të qeshura nga ata, pasi që goxha një fjalë e tha edhe Luli u shikës, mirë po pasi që filloi fjalën e tij, po e pam edhe gjithë ishim dëshmitarë të atij fjalimit të fuqishëm, i cili ishte i përgatitur mjaft në detaje dhe cilën fliste për atë se çfarë dashur të bëjnë, pra gjithë ata gra dhe burra të cilët ju bashkuan pra rreshtit të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe ju kthyen armën për një pushtuesi genocidial si ishte Serbia, Jugoslavia në ato kohë, i cili donte vetëm shfarosin e shqiptarëve dhe këtë gjë nuk e lejuan për djemt dhe gratë më të mirë të këtij vendi, duke shporur për një herë për gjithmonë Serbinë nga Kosova në bashkëpunim pra me faktorët ndërkombëtar, me aleatët ndërkombëtar, të cilët edhe sipas presidentit Thaçi në rast që dhe zotënësi të UÇK-s, po ish zotënësi të UÇK-s Jakub Krasniqi në rast që këto akuzat e pokërisë janë reale, por njësoj do të ishte edhe për gjithë këta faktorë ndërkombëtar, të gjithë aleatë ndërkombëtar të cilët bashkëpunuan me UÇK-n atë kohë, duke vërtetuar edhe një herë se lufta ushtrisë qendrore të Kosovës ishte e pasur, ishte në shërbim të rezistencës, por ishte në shërbim të gjithë atyre mbrojtjes të gjithë atyre civilëve të cilët ishin të papafajshëm dhe të cilët ishin vazhdimisht bënin masakra për në Kosovë, qoftë masakra Qerezit dhe Likoshanit, cila ishte pikë kthese, po për të gjithë këta katër të ishte të ushtrisë qendrore të Kosovës, në momentin kur e panë po atë masakrë dhe në momentin kur panë se gjithë ata civil u masakruan nga forcat serbe nuk mund të qëndronin duarkisht, duhet të bëhet gjithçka për lirinë e Kosovës. Dhe kësaj ata të gjithë erdhën nga mërgimi, shumica prej tyre pasi që Katrëveseli dhe Hashim Thaçi pa ishin jashtë, ne kujtojmë pranverën e 1998 kur së bashku pa hyrë në Kosovë dhe më pas të dimë atë rrjedhën e historisë, mirë po nëse gjykata po thirret në drejtësi, nëse gjykata thirret në prova dhe argumente dhe jo në fashëtheme, po dhe jo në pretendime, jo në trillime, dhe jo në gjithë ato fakte në faktikisht në fashëtheme gjyqësore, dhe cilat zakonisht shumica dëshmitarëve sipas edhe mbrojtjes kanë thënë që janë të dëgjuara dhe jo të faktuara, pra do duhet që të gjithë këta ish-kryetarët e ushtrisë qendrore të Kosovës kanë kërkuar që të shpallen të papajshëm dhe kësaj
të kthehen në vendin e tyre dhe të kalojnë pra periudhën e jetës së tyre pranë familjes së tyre dhe pranë vendit të cilët dëna shumë nga jeta e tyre. Pas gjithë këtyre fjalimeve, pas gjithë këtyre emocioneve të cilët i ndjejmë gjithë së bashku në galeri, qoftë një pjesëtarë të mediave, qoftë edhe familjarët, në fund shtrohet pyetja se a mund ta gëzojmë në lirinë nëse apo a meritojmë në lirinë nëse ata të cilët dhanë më shumë për këtë vend nuk e gëzojnë atë. Çlirimtar, nuk është rastishme edhe prezenca jote aty, ke shku me raportu për çlirimtarët të vendit, e kem në çlirimtar, i djali ushtarit të ushtrisë çlirimtar të Kosovës, apo na ka dhënë pak historinë e këtij emnit të tan, si ka ndodhur që ti ke emrin çlirimtar, edhe kur ke lind edhe ku ke lind. Arsem gjatë kohës luftës, familja jam gjithë kohën ka qenë male, ka qenë duke u largu prej pushtuesit, duke mundu mu strehu për gjithë bashkë me popullatën cilët ishin zhvendosur nga shtëpitë e tyre dhe në malet e Berishës dhe mes malet Berishës dhe Carabranës aty tek komuna Malishevës ishte strehuar pra familja ime, nëna ime dhe gjithë pjesëtarë tjerë të familjes, ku pas lindjes time me 3 maj të 99-s ishte kërkesa direkte babait tim, Agimit, i cili më pagëzonte me këtë emër dhe pastaj pjesa tjetër ishte pra ku bër fat mirë, po me qershor, po u shirua dhe edhe me në fund Kosova, pra gjithë ata burra dhe gratë të cilët dhanë më të shtrajtën e tyre, qoftë për tyre, disa për tyre dhe jetën, kemi dëshmorë të kombit të cilët i përkulli me përjetësisht, kemi invalid të ushtrisë çlirimtar të Kosovës, të cilët i lanë gjymtyrët e tyre në fushë betejë, kemi veteranë, të cilët meritojnë gjithmonë në më shumë respektin ndaj nesh, të cilët falë tyre gëzojmë dhe thashë edhe më parë të këtyre 4 drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët nuk kursyejnë asgjë nga vetja e tyre, vetëm që Kosova pra tjetë e lirë, vetëm që si shtarë Kandre Veseli nuk mund të qëndroja duar kryq kur unë po jetoja në një shtet të lirë, si ishte Zvicra dhe populli im po jetonte në një rëbëri, pra me një shtypje nga pushtuesi serb. Arse me të vërtet ka pasur ndjenja të përzjera, pra qoftë kur i shikarim 4 ish-krejt të ushtrisë çlirimtare të Kosovës duke na përshëndetur me aq optimizëm, me aq shpresë një ditë do të kthehen sërish, pra në atë vendin ku të cilën e kanë dhënë kaq shumë ka jetë të tyre dhe në një moment kur ato fjalimet ishin vetë të shkruara me aq dëmshmëri dhe me aq përpikmëri për gjithë atë rrugtimin e tyre historik, që ne tashmë ta jetojmë Kosovën e lirë dhe ta festojmë 18 vjetorin e pavarësisë siç edhe bëm këtu në Hag duke përcjellur këtë gjykim i cili është gjykimi ndoshta më i rëndësishëm në historitë e Republikës së Kosovës. Çlirimtar, faleminderit shumë për këto informacione, por edhe emocionet që na sfollën nga Haga. Sigurisht presim këtu në Prishtinë, urojmë që me lajme të mira më vonë edhe kur merr fund ky proces i stërgjatur gjyqësor, mirë po shpresoj që epilogu do të jetë pozitiv për krerët e lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Apo ju, Dardan? E para, atë që dishta me thonë për qlirimtarin, ma morë ti. Po vazhdoj këtu. Agimin, babën e çlirimtarit, Iqbalën, nonën e çlirimtarit, me Iqbalën jam rrit, me Agimin kemi rrugtu bashkë dhe me bashkimin Xhaxhajin që ka pas në luftë, madje për koincidencë, me qenë se e njeve obligim me thënë, dhe kjo ishte simbolika se çlirimtari është aty si zëj çlirimtarëve. Unë atë kohë në 99-ën ka rastis me taku edhe nënën e tij shtatzanë që ka pas çlirimtari. Por kjo ishte simbolika, krejt koincidencë, apo siç ka thënë Avni Rostemi, rasti është mbreti i botës. Por kjo ke për me shtu këtë pjesën e lavdis. Sa i përket drejtësisë, ne që kemi rrugtu gjatë në kuptimin e regjimit Miloševićit, të rritur në pabarazi, pa drejtësi në shkolla, e pa shkolla, me mirëqenje, pa mirëqenje, me prind të larguar për i pune, që pjesa së gjenerate është edhe baca këtë dhe prind tonë. Më kujtohet, është një postulat i një njerit madhe emblematik që ka luftu shumë racizmin, pa drejtësien edhe pabarazien. Martin Luther King ka thonë një fjalë të çmuar se padrejtësia ndaj dikujt është padrejtësi ndaj të gjithëve. Drejtësia nuk ka kamp, por padrejtësia prej të gjithë.
Pro padrejtësia në këtë proces, edhe pse unë besoj fuqishëm edhe presim që për e thamë kësha ta djemë tonë, shrimtar tonë në akthejën këto, ky proces ka me lëndu këgja gjatë qenjen tonë. Pra, jo që veç ka me lëndu ata fëmi, si shrimtare që nuk kanë lindë, ose kanë lindë në luft, po në natë tyre në atë kohë kanë qenë, e kanë përjetu luftën, pra prek qenjen e se cilit në këtë vend. Duke nisur nga kjo, aja dhe shka thanë sot, shokët të tonë të luftës, ishë udhëhecit tonë që kanë shumë hise në këtë sakrificën tonë, e këta për vete nuk thërën lavdi, të regonë shumë se ecja që ka bon një gjenerat e tërë, prej brezit Adem Demonqit e brezave tjerë që ka është kërërzu me luftën shtërimtare, në fakt do duhet të prekte sët, jo këtu, mrena se cilin për nesh, po do duhet të prekte edhe ndjenjet e atyre gjyqtarëve që janë përbat, se e fundit ne jemi njerës. Edhe gjyqtarë e din këto në përvojnë e ti, edhe jetësore, edhe profesionale, se pashtë të egzistën një postulat shumë e qmuar në drejtësi që thëtë më mirë me liru 100 të fajshëm se sa me denun një të pa fajshëm. Shqiptarët në rrugtimin e tyre prapë për përsëritin e histori kanë posë shumë epoka para gjyqeve. Po kanë qëndru kërë e lartë, këtë në dëshmun edhe në bënë krenar. Qështu do kënë sëtë këta? Unë isha edhe në punë, e vendosa telefonin këtu, duke për cilë, po të thamë kështu, nështë edhe koha në ka bu pak sentiment, po unë jam di shumë i tërisht, edhe shumë i piklunë, sinqerisht, se përbylli kështu një farë rrethimi, për cilët nuk isha dasht me folë si gjderë, kam qenë kritika asoj se nuk kemi bërë asgjë më shumë se sa e kemi pas obligim për lirin dhe shrimin e këtij veni. Në jetën teme, sinqerisht jam përballë me disa gjëra për cilët po duam të ndërtu një rrethim për qytetarët tonë rrallë parë, se është shumë terren i kontaminuar, edhe që ky proces me na dha shembull se çka ka sakrifikuar populli jonë. Për cilën po duam të bëjmë analogjien me këta udhëhec, këta shërimtar të cilët të jeta dhe sakrifica që e bortin mbi supe, jo tash vetëm këta, po edhe ne, po që e bort familja më e madhe. E këtu po duam të lidh. Arsim, në prill të 1998-s, baba më ka vdekur në 2018 në një aksion. Ande pa bon publike UÇK-ja ka qenë aksioni parë që dy njësi operative, në atë kohë njësit operative Lumi që kemi qenë e Malisheve dhe Plumi që ka qenë në Graftë që ka qenë Baci Jakup, më shplagos baba me 9 pluma. Edhe kam dëgju në radio që thojnë u plagos plaku, po jo plak të rana, po kam dëgju të gjithë shokët e luftës duke thënë e gëzosh plagën e lirisë. Kam po me 15 qershor dhe kam qenë roje e xhaxhait tim që është vra i merë Krasniqi dëshmori parë në komunën e Malishevës, që ja kam po plagën në kokë. Edhe kjo për thamë nuk është lavdia ju. Në luftën e Maqedonisë e kam përjetu një moment kur për 5 minuta 2 ekstremet bashkohen, pra dhimbja edhe gëzimi, kur më kanë thirrë se është vra vllau, tash që është në burgim përjetshëm në aty, edhe kur kam shkuar në spital, doktorët e kthejnë në jetë. Po dhe kjo është lavdia dhe krenaria jonë. Paramendone sa martiri para fëmijës të vetë, para nënës të vetë, o përshkatu. Dhe me thonë, sa qytetari këtij veni ka dalë para plumit të pos nanën prezent, gruën prezent, fëmijën prezent, edhe ka rujt krenarien. Le ta mendon se cilin një sekund
Le t'i harrojmë dëshmorët e kombit. Le t'i harrojmë këta. Për një moment, le t'harrojmë lufta e UÇK-s. Le t'i kujtojmë ata njerë që kanë qenë para pushkatime dhe më falë për këtë gjunë që e përdori. Për i ka thonë policit serbë, qëtë fshurshan të, kërkoj falje për gjunë. Po njerës kanë dole për pushkatime dhe kanë mbrojt dignitetin. Askush nuk mundet me mendu këtë as një sekundë. Se është histori që mund vretë unë një shumë njerës. Pra dhe këta në sot e dëshmuan këtë për me një gjuhë tjetër. Ata nuk janë aty për vetën e tyre. Ata janë aty për se cilin prej nesh. Edhe për përfundoj kështu, heshtja për ballë pa drejtësijës nuk është neutralitet, për është dopsi. Shumë mirë që Glauku edhe shteti jonë sot ke dopsi e këthej në krenari. Pra, besoj që dhe këta kanë pos më të letë kër e kanë shtetin për mrapa. Letë përfundojnë, babalartë dhe populli jonë ka është denu, të luftu për shtet, të morë dënime drakonike, të mëse pos bështetje kërkën. Se në fund të fundit, edhe po ke shtetin për balë, edhe as Glauku, as kërkushtu që veshet me pushtet, nuk bën as gjë më shumë se sa ka obligim. Mendoj që se ndoshta zgjata fjala prokurorit me që na shfaq atë zërin e të rish që kanë përdor prokuror të serb kur i kanë dënuar shqiptarët me dënime drakonike e zgjoj këtë popull. Po mos të ngritemi në zërin që na thujnë të tjerë. Po zëri i dëshmorëve të kombit për i Gjergj Kasioti, Dita Demjashare dhe aty në 20.000 femnave që unë kam thënë çdo herë, jenë shumë numri tyre të përdhënuara, e aty në fëmijëve e gjithë tyre masakrave që ne i kemi harru, letë kombane jonja, edhe nga kjo padrejtësi të zgjohemi edhe të ndërtojmë këtë shtetë. Për arsye se s'po du me besu në ato fjalët që shpesh sheri kemi thënë ne si popull, se historia që harrohet përsëritet, është momenti i fundit se si qytetar ne patëm një diskutim para se me Bacën, me gjyqtarin e nderuar, është e tërheqët që ti sot e sheh ende këtë gjuhën e poshtër të atyre njerëzve të cilët nuk kanë menduar asnjë gotë ujë me allon këtij veni. Edhe mas kësaj këtij fjalimit që mojtë këtu në deklarata dhe kësaj historie që dërgoi për vetë, priti, domethënë ato komentet, po nuk është mirë më merr me to, se është bosh nervoz, kështu që jo, në fakt po tregoj, ka me qenë përpjekje jemja. UÇK-ja për i drejtojnë në kështu si cili qytetar, UÇK-ja s'ka të bo kur gjë më shumë se ka pos detyrim, detyrë më të madhe kanë kryer dëshmorët e kombit. E ka marrë mision, sinqerisht, sot jam këtë jetë, edhe nëse mujt ndonjëherë ta kem besime me poste politike, këtyre njerëzve duhet me thonë mjaft mo, se është degradim total. Po trishtohet edhe fëmia jam, kur po ishe, po trishtohet secili, mjaft kemi plagë, mjaft kemi dhimbje. Ta kthejmë që dhimbje në krenari, pra kjo është e trisht. Me qenë se ta pëndërim se pare bisedum bashkë me Dermanin, se më pyte çfarë janë këta prokurorë gjyqtar, po ta tregoj një rast. 3 ditë masi është arrestu presidenti Hashim Thaçi, prokurori Cezar Mjalçuk, i cili ka qenë në periudhën edhe të Ulmikut, edhe të Uleksit, derisa tash u zgjedhë prokuror atje, e sulmoi presidentin dhe i tha, kështu decidive ti e që ai si ki kontrabandu edhe i ki fal 2 persona me vetëm qëllim që mos me dalë dëshmitar. Domethënë ajo keq përdorimi i detyrës zyrtare i prokurorit, unë isha kryetar e komisionit për falje, unë me komisionin i kemi rekomanduar presidentit për falje, edhe presidenti më në fund duket një javë para se me arrestu, i ka dekretuar që ka qenë detyrë e tij me kryose ditën e fundit. Dhe ka qenë vlerësim që kanë botë tjertë dhe ja keni... Antar komisionit, unë kam qenë kryetar. Po, çka do më thonë prokurorët, cilët janë atje, edhe e kanë keq përdorur dhe detyrën zyrtare. Mirë, po fatkeqësia është, më e madhe është, se kur është miratuar ligj për dhomat e posaçmit të Hagës, është hartuar një ligj i cili vërtet ku në botë nuk ka procedura të tilla që mundet me udhëheq
të fillova me qenë kryetare gjykatës shkallës parë, shkallës dytë, shkallës tretë, gjykatës kushtetuese edhe obdus personit, një person me udhëheq. Kjo është, me thonë, asë në botë nuk ka, asë kam vrejt kun, që ka këso gjykate. Prandaj e vërteta është që ne, mirë, pur së vonë, edhe mirë dhe sot që shku nga u kë atje, mirë shumë, mirë po, të kanë bo pak. Ka bo pak edhe qeveria, ka bo pak edhe PDK-ja. Ta kanë qenë përfaqësu styne shumica. S'kanë bo kur gjo, këta e në jetima. Mund kujtohet, për fund kur gjo në dhe në Bajrami nuk mohet kurbani, fjalla popullore si është. Mund kujtohet kur Ante Gotovina me atë oficierin shqiptar, po mësku Ademi. Rahim Ademi. Në komë unë ngrit krejt Kroacia, krejt diaspora, kanë bërë fonde, edhe më në fund i kanë, edhe pse kanë qenë dënuar në shkallë parë, me shumë vite, shkalla dytë i ka liruar pa fajshëm. Domthonë, këta, të marrë parasysh për shkakun çka ka ndodhur në Kroaci. Këta tonë kanë modelin se si duhet me po sigurisht. Po këta nuk kanë bërë kur gjë, u propozua ajo rezoluta. Po e farsish bre. Farsish. Kjo e ku vendet? Po. Çka tash? A ndikon për shumë edhe rezoluta, edhe protesta që maj dje, a ndikon të një protesta tjetër qeshti. Këta moralisht, po mendoj, moralisht, këta 4 burra që në fje, këta me protestin e djeshvit nuk e në vetun, e kanë popullin mas. Prandaj që kjo shpitoja ma madhe tyne, pa ma parasysh dhe njime. Të gjukas, ata e ndirigjum, më në thash parë, ata e ndirigjum. Arsim gjyqtare e një, në procedurën penale është rregull, në procedurën, në cilën procedurë penale, mos bona profesori gjyqtari po kontriboj. Në procedurën penale janë 3 palë. I panderi, me palën mbrojtëse, prokurori dhe gjyqtari. Ne këtu më shumë e kemi po gjykata të lu rolin e prokurorit. Asë një vrejtje hiç prej fillimit, asë një vrejtje nuk ju ka marrë palëve të akuzuar. Asë një vrejtje hiç. Gjitha propozimin që i ka bo prokurori në miratu, me sy mshel. Propozimet e palës mbrojtur, asë që së miratu. Prandaj, këtu o nisë keq, po shpresojmë që të përkëndo mirë. Mbrojtja qyshe i paraciti argumentet. Gjithmonë po të pësë se gjukat si profesionist, jo si gjukat shqiptar. Asë që kom dërmen, une një teme, kur kom gjyku para tyri farë komuniteti. Po në kur nuk e kom këshyrë ata, që farë komuniteti është. Une e kom shqequ vetëm si palë edhe prova. Unë thash edhe pare, sa kom përcjell une, unë nuk kom në një provë të argumentume të prokurisë që vërteton se këta kanë qenë individualisht lidhur me krimin. Kjo, e nëse është ramush e u liru, e këta në torë të shtopit, si është një katë monelt, pas kanë lidhe komanduse vertikale, kjo për mu është absurd. Prandaj edhe Lima, edhe Lima o liru, edhe Lima, prandaj kjo është ajo esenca. Mirë po, unë, nuk e kom një shpresë tilë, po e kom në rethe, inshallah del mirë, mirë po, thatë edhe parë për ligjë. Unë kom pas drejt me presidentin për çështjet ligjit. Edhe disa e kom bisedu, po mas jo është miratu ligjë. Edhe unë i kom thonë vrejtit e mija, presidentit. O ka keq për dorët, o ka manipulohet. Jo, i ka dash një që shokë, kësë ka dash, mu personalisht më ka thonë, e kemi detyrim për ndërkombëtarëve, posa që është Amerikanëve. Dojmë me zbarë qështjen e shpis verdë. Edhe për këtë arsye, o ka hapët këtë gjykatë. Edhe jam i sigurt, se edhe me dole dhe për gjykatë, ne nuk jemi të fajshëm. Prandaj se na nuk kemi bo, s'ke mujt me lidh i varë. E le me bo trafikimin e organeve njerëzore. Atëherë ajo u basardhu, edhe ai si doli prej Këshillit të Evropës, ai Zvicranin që i bone ato hetimit atje, edhe ato u vërtetun si nuk ka. Mirë po këta jepen kohë tjerë, po është një absurd lloj vetë. Mërëna Miloševićit si kem pas 50 dëshmitarë, ty në ju dunen 250 shqiptarë. Dardani besoj ka një përgjigje për këta. Shumë dëshmitar shqiptar, e për Milošević me nëzhekshin batone thanë përsim prama për pramë. Me nëzhetha i këna gjedu dëshmitar me dëshmu kundër Miloševićit.
I që ndu dërdan tash që 300 herë kanë qenë, po tani do të tërhoqen. Po, tërhoqen. A ka një shpjegim kjo? Kjo ka shpjegim për shpjegime shumë i dhëmshëm. Shpjegime shumë i dhëmshëm Arsim për shumë arsye. E para është i dhëmshëm për momentumin çfarë jemi. E dyta është i dhëmshëm për atë se na çka kemi bën në rrugtimin tonë. Për atë, nëse dojmë më marrë kështu, po e spostojmë gjykatën speciale në një qësh atje, edhe po flasim për mrena këto. Kur gjë nuk ka ndodhë në fjallën e prokurorit, as më pak, as më shumë se sa kanë thënë shqiptarët. Që kanë thonë na vetë, e vërtet. Në thonë edhe të tillët i ki, unë kam qenë një zëshëm, jo për shkak të egos i natit ose diçka, po për shkak të asaj që ne po dështoj me ndërtu një standard. Pra ti, një njeri që ka fy se cilën figurë emblematike, ti, një njeri që në jetën e vetë nuk ka bë madjes ka mendu se Kosova duhet me pas një ditë lirinë dhe pavarësinë e saj. Ti, një njeri që ka thonë publikisht, unë nuk po thamë, po e citoj, kam deponu fakte, edhe sot, ti këta njerës, i vendos në kryet institucionëve, çfarë modeli po jetë? Më këtu më dhamë. Pra njerës të cilët në këtë jetën e vetë janë ngritë, në politikë përmes shpifjeve, edhe kjo ka ndodhur pikërisht për shkak të fajit tonë. Se ne kemi qenë shumë modest për luftën, nuk kemi folë për luftën, ne kemi pas obligimi. Është një thonjë thëtë toleranca bëhet krim kur aplikon ndaj djallit. Ne kemi bë krim, kemi toleru njerëzit shumë. Edhe kjo na ka kushtu. Pra ke Dimal Bashën, kryetar të kuvendit, që ka bë punimet, nuk e di si, sinqerisht, kjo mundet me ka në problem me gjenin, mundet me ka edhe me gjithë shka. Jo, ka manipulu me politikën sërbe. Nuk ka spjegim kjo, dhe me thonë, atë që Serbia ka bënë ndaj shqiptarëve, se shqiptarët e bëjnë ndaj vetvetes. Edhe unë shumë herë kur kam thënë edhe jam kritiku, pse kam thënë, kështu kam thonë, nëse i thu sot një të burgosit politik, i u të bashkë, njerëzit tojnë, a jeti normal që shi thu një të burgosit politik, unë jam ekstremist shumë kuptimin e shambrive. Nëse i thu një shushtari të që kësë Dardanit, i u të bashkë, dikush nalët qyset ka luftu. Nëse i thu një veprimtarit, një patriotit, po të një të atë fjallë, njerëzit qyrin me abi edhe të thujnë kështë i qmendër. Unë po thamë, unë nuk jam i qmendër, edhe ata nuk janë u të bashkë. Po u të bashkë, shqiptarëve kalon metodat e veta. Pra, nuk është vetëm kjo në raport me luftën, nuk është në raport në secilin institucion. Pra sot, nëse ti ki një mik që të largohet për i pune, edhe të shpjegon në rasin e kuptën se ato metoda i ka përdor veç u të ba. Pra logarit qka, edhe kjo është instalu. Dhe me thonë është instalu në diplomaci, është instalu në institucion, është instalu në drejtësi, e kitë instalu në AKI, e kitë nëse cilin pore të këti institucionit. Kjo ka bo politika. Edhe kjo është shumë e treshtë. Unë kam shpjegim. Po kjo shpjegim është i dhemë shumë. Për arsye se ti e kam thënë po në studion tone, nëse unë dalë me djallin, me pi kafe edhe më pytë, kush është babi aj, ti thu është një arsimtar, një burgosin politik, një luftetar, një njeri që ka luftu gjdo herë për drejt e barazije drejtësi, ka sakrifiku, qa ka aj nuk ka kur gjë. E ka loshë shnija të stopun atje. Ky kush është, ky është një hajnë, ky është një matrapas, ky është një legend, ky është një qenef, qa ka i ka gjitha. Edhe djali jam sa të merë modelin e ti. Absolutisht. Pra kjo ka kryer ton ka po shëshnia jonë. Po kjo të bënë dhe për fajin temë, edhe për fajin e shokve të me që kështë politik. Absolutisht. Edhe ti nëse sot, këtë qa ki pasunit tonën, dënë me shqit, me thonë të ndërtej një shkollë, edhe pysin qytetarët, qa po bënë arsimi, e shqiti pasunin e vetë me ndërtu një shkollë, kanë me të fyë, kanë me të shohë. Nëse bëni veprim keq, kanë me të thurë lavdi. Pra ne jemi në krizë të qenjes tonë.
Edhe kësë kur askujt nuk i bën përshtypje, por nuk i bën përshtypje kur gjë në këtë vend që shkele çdo vlerë. Edhe a ditë çka është më e keqja. Shëqyr Zotit që secili prej shumë njerëzve, edhe prej familjeve dëshmorëve, edhe të brezit të jasharëve, edhe të brezit të Haradinave i kanë vënë mirëqenjen e mirë. Krejt në rregull. Edhe shuk të luftës, edhe politikan, edhe presidentja që shkollon fëmijët atje, edhe zoti Kurti, edhe secili, edhe zonja Agjë, edhe secili sot jeton më mirë në sojtë të politikës. Pa di çfarë po ndodh këtë vend. Përderisa ne këtu po flasemi, atje çdo ditë në përkozin tonë legjendar, na rënohet një tull. E një tull me u rënu e kullave të jasharëve, për mua është më e shajtë se më të rënu objekti i presidentit, ose objekti i qeverisë, se rindërton, se fundit e fundit, edhe këto qeveri të pas luftës, edhe këto institucione, vetë sa kanë rënu jetën e qytetarëve, vetë sa kanë bë të padrejtë jetën e qytetarëve. Edhe se cili prej nesh, qof ministër, qof deputet, për e marrë disa shambuj, pra jena të privun, veç për drejtës të levizës nuk e i privun, shkon në Prishtinë se sërejnë policia në Komaran. Pra edhe vetë ministri këtu, edhe vetë presidenti në këtë vend, është e cënune prej drejtës në arsim. Pra presidentja i shkollon fëmijët në një institucion privat. Ministri e shërën babën, ma dje merë fond, prej bugjetit shtetit me shëru babën një shteti. Edhe kjo për ndodhë për shkak se shëshnije. Edhe a di cila është ma e trishta, që ne rrugë të Serbijës e serbisht hajmë çdo natë në familje tona. Ma dje blejmë edhe lule dhe kunorat Serbijës se qojnë në rëqak. Edhe kjo është një mallkim që neve në përcjell. Pra shëshnia jonë është në krizë të thellë. Edhe kjo arsim e ka vetëm një adresë. Politikën, keq politikën që ne po lejojmë ministra, ish-ministra, deputet me bon kështu. Edhe një shembull për mos me zot. Në fund, na po i votuajmë, realisht ata për të bërë më pas. Pra, këtu ka qenë Adem Saliu, jam përballë me të, unë nuk njihem që i kursej njerëz kur kam të drejtë. Një njeri që ka qenë deputet, që e ka pas përballë zotin Thaçi që e ka lexuar pavarësinë e Kosovës, e ka nënshkruar aktin më të lartë historik. Edhe del nuk e nol gjuhën. Pra, këto ka shkaravitje çuditje vlerash. Pa e përbyllim me këtë, unë besoj fuqishëm në pafajsinë e tyre. Pres me bindjen e thellë, megjithëse i kam ato që tha bota, dyshimet për shkak të ekspertizës ti në fushën e tij të drejtësisë. Edhe pajtohemi me ato, po në pres në lirimin e tyre edhe ne kemi me prit këta, le të mojnë peng me të pijin e kuq. Uroj që ndodh ajo me gjithë ato dyshime dhe frikën që e kemi, për fund, po më intereson tash çka ka më ndodhur. Kanë përfundu këto fjalët përfundimtare, çka ndodh tash e tutje drejtë? Tërhiqet trupi gjykues, edhe ka me vlerësu gjithë ato prova, argumente që janë prezentuar si nga ona e prokurorisë e cila është mundu me argumentu akuzën, por do të vlerësohen shumë edhe pretendimet e mbrojtjes edhe provat se cilat i kanë prezentu. Kjo ka me konë një fat pak më gjatë për shkak se kemi një akuzë voluminioze, kemi provat jashtëzakonisht shumë mëdha, prandaj duhet kohë gjatë. Mirë po, është thonë që muaji qershor do të jetë shpallja. E tash sa mundet me qenë më përpara, po më vonë se muaji qershor s'besoj. Kërkesa për 45 vjet burgim për secilin, atë ka duhet normal? Po të jo, nuk është normale fare, për shkak se kemi parimin në drejtësi që gjithmonë merret parasysh ligji i cili më i butë dhe më i lehtë për palën. Për shkak se në kohën kur në kryj këto veprat penale, kemi pas një kod i cili maksimumin e ka pas dënimin 15 vjetë. Që ne edhe këtu jemi tu e zbatuar ato. Mirë, po këta nuk e zbatuajnë atje. Këta nuk e zbatuajnë. Ku arsytunat, ku e gjetën ato? Po shqeqo, tash calin e denu 25 vjetë, po mduke tash e shkalla dytë e zbriti dënimi 5 vjetë. Duket 16 asa. Tash 15 jo, 15 duhet. S'ka dënimi 15 vjetë. Këta e thirën edhe, as ta s'din ka thirën.
Këta mundë më thirrë, po ku do që të thirrën? Ku do që të thirrën? Prokuror të ke voni s'din, po apo din gjykatës tani kur të vendosin mbi. Tash o problema, për shë. Colit janë 26 vjetë. Unë e di që e kom pas një mosmarrveshje me këta të Krushës. Ka qenë rasti kur gjykata e themelore në Prizren i dënoi 22 vjetat ato për përdosje kufoma, ashtu, edhe në protestuar para gjykatë edhe dole pe shpjegoj çështën se këtu kemi këto, edhe maksimumi është 15 vjet, e për përdosje në kolegji i apelit, ja zbriti edhe në fazat ligjit i dha 12 vjet. Jo 12 vjet, se maksimumi 15 vjet. Prandaj unë mendoj se këta nuk kanë mundësi tjetër dënim me dhon përveç, po jo, edhe siç po thot Nasimi edhe një ditë mi dënu, është dëm i madh për ne, se po gjykohet lufta, po gjykohet, po rishikohet historia, nuk ka rishikim, po është UÇK-ja është niveli më i lartë që na duhet me marrë gjithmonë shpirt. Këta janë që e kanë arrit këtë liri, edhe gëzojmë këtë liri prej tyne, edhe këtë populli mas bashku me në ato normal. Edhe një të fundit se kem kalu kohën, por është shumë rëndësishme për me diskutu për këtu tema, për këtë proces. Për shembull, tash këtu fjalët përfundimtare që i patën këta katërshat që janë këtu në ekran, ai merr parasysh trupi gjykues, gjykatësi, se për shembull tash me një që ta vëlloi unë i kisha dhënë diçka esin të shtëpia. Në aspektin profesional është odhon fjala përfundimtare avokatëve, ata janë shumë mirë profesionale. Këta më shumë e kanë dhënë më shumë për jo në kuptimin profesional. Po, këta. Por në kuptimin profesional mbrojtja tyne. Po mendoj për shembull avokati i Thaqit, i Kadris, këta kanë dhënë shumë mirë profesionale fjalën përfundimtare dhe mbrojtje. Edhe për çdo provë, çdo e kanë argumentuar drejt se këta nuk kanë të bëjnë me këto çka i ka akuzu prokuria dhe se prokuria me asnjë provë me argument nuk ka argumentu gjykatës që këta kanë kryer çdo vepra penale. Ajo ka qenë mbrojtja profesionale. Kjo më shumë ka qenë më shumë me thon drejtën që me kënaqë shpirtin e vet edhe të qytetarëve. Uroj që të shihemi për hera tjera, të flasim edhe për fitorin e këtyre në Hagë. Ju falenderoj shumë që ishit në emisionin frontal. Faleminderit për emocionin që na i solle me ato historinë e familjes tonë. Unë e di historinë tonë dhe familjes tonë. Respekti i jashtëzakonshëm për ty dhe për familjen Krasniqi. Faleminderit shumë të dy që ishit në emisionin frontal. Faleminderit ju të nderuar shikues që qëndruat në emisionin frontal. Të u japim fund për sot.